Në Komisionin e Ligjeve këtë të premte, socialistët rrëzuan kërkesën e Partisë Demokratike për nisjen e procedurave të shkarkimit të presidentit të Republikës Bajram Begaj. Kërkesa është argumentuar gjërësisht në një material prej 80 faqesh, të mbështetur mbi 21 prova shkresore prej 224 faqesh, të cilët dëshmojnë se ne jemi plotësisht të vetëdijshëm për rëndësinë e procedurës që kemi iniciuar, por po ashtu jemi të bindur se Bajram Begaj nuk mund të vazhdojë të jetë de jure kryetari i shtetit dhe përfaqësuesi i unitetit të popullit, funksione të cilët de facto i ka humbur prej shumë kohësh tashmë. I Komisionit për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike, që e rrëzon kërkesën për shkarkimin e presidentit të Republikës, ti përcillet Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për ta trajtuar në përputhje me nen 112.3 e rregullorës Kuvendit të Shqipërisë. Opozita akuzon presidentin për 7 shkelje të rënda dhe të përsëritura të kushtetutës dhe ligjeve të vendit, duke kërkuar ndërhyrjen e kuvendit për ta shkarkuar. Sipas argumenteve të paraqitura nga deputetët demokrat, shkeljet nisin me dekretin e shpalljes së zgjedhjeve në Tiranë. Në listën e akuzave përfshihet ndërprerja e mandatit të antarit së gjykatës kushtetuese Sonila Bejtja, dekretimi i diellës si ministre në qeveri, si dhe firmosja i ligjit për komisionet hetimore parlamentare. Opozita pretendon se Begaj i ka dhënë të gjitha tenderat e presidencës kompanisë që i ka punësuar të birin. Zoti kryetar, unë e kuptoj që do të ishte hile e madhe që juve të pranoni të shkarkoni presidentin e Republikës për gjërat që e keni kërkuar ju që të bëjej. Kështu që do ishte thik pas shpine që ju se mbani dot atë. Kështu që unë e kuptoj, megjithatë shqiptarët e marrin dhe gjykojnë se ç'bën ju. Mos harrojmë që paralelisht me këtë mbledhje po zhvillohet edhe një seancë në gjykatën kushtetuese për një ish kryetar bashkie, i cili në fakt duhet të ishte shkarkuar kohë më parë, por që edhe ai po ju akuzon, pra ish bashkëpunëtori juaj, po ju akuzon për shkelje kushtetuese. Presidenti i Republikës, shkëlqësia e tij Bajram Begaj, po është e vërtetë është mjek në profesion, siç kemi ne gjithë tjerët nga një profesion tonin, ka qenë ish shef i shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura dhe sot është president i nderuar i Republikës së Shqipërisë. Pas një debati të gjatë, socialistët hollën poshtë kërkesën me 9 vota kundër dhe 5 pro, duke konsideruar tërësisht të pabazuar dhe të motivuar politikisht. Kjo është kërkesa e dytë e opozitës për shkarkimet që rrëzohen brenda pak ditësh, pasi në seancën e së njëjtë socialistët hollën poshtë edhe nismën për shkarkimin e kryetarit të kuvendit Niko Peleshi.